në Hagë dhe pse zgjodhe pikërisht Hagën edhe pikërisht marshin e UÇK-s për atë interpretim? Po, prej si kam fillu me këto videat, e kam po që po pëlqen këngët e vjetra shqipe, edhe para se me kuptu që do të ndodhë një protest në Holland në Hagë, kam dashur të shkoj ta bëj një video dhe kam mendu që në kohën kur do të lirohen ata, unë ta postoj. Por kur e kuptova që do të jetë edhe një protest, atë ditë unë mendova që është dita më e mirë, shkoj atje dhe protestoj bashkë me gjithë ata protestues. Po unë pak me një formë pak më ndryshe nëpërmjet muzikës. Kënga, melodia e marshit të UÇK-s besoj që është edhe gjatë kohës luftës ka qenë një fuqi për gjithë ushtrinë qëllimtare të Kosovës, po edhe për popullin, për gjithë popullin shqiptar. Edhe në atë moment kam menduar që është kënga e duhur në vendin e duhur edhe është momenti i duhur atë ditë. Edhe besoj që s'kishte mujt me gjetë moment ma dur dhe vend ma dur për interpretimin e asaj kënge. Ashtu e unë e kam menduar, po atë ditë ke momenti i duhur edhe ke kënga e duhur. Po, dhe çfarë mesazhi ke dashur me përcjell Azem?